Përshëndetje të nderuar teleshikues të Report TV, mirë se vini në Frontline Interview si çdo martë dhe mërkur në orën 15:30 në transmetim të drejt për drejt me mua Marcela Karapanço, në çdo të njëjtën në orën 21:00 me debatin dhe aktualitetin politik të javës. Në intervistën e sotme do të fokusohemi tek protesta e një dite më parë në mbrëmje. Opozita, Partia Demokratike dhe disa aleatë të vegjël arritën të protestonin përpara kryeministrisë në ato që në fakt nisën si foltore, por patin një thirrje për tu zgjeruar më teje, për të shkuar në një protestë kombëtare. Qëllimi kryesor ishte largimi i qeverisë Rama, luajtja me Molotov, por mbase ky qëllim i parë nuk është arritur, por dy largime të tjera të paktën ndodhen. Së pari, Lapa ju largua nga trotuari i kryeministrisë për disa orë dhe shkoi pak më tutje për t'i lënë vendin Berishës dhe Molotovëve. Nga ana tjetër, në orët e vona të mbrëmjes, kolegja jon Daniela Maloku raportoi ekskluzivisht se Flamur Noka kishte larguar Salani nga grupi i kryesisë. Për gjithë ato diskutojmë sot dhe kam kënaqësinë të kem në studio zotin Fitin Zekti. Faleminderit, mirë se vjen, është kënaqësi. Faleminderit ju, është kënaqësia ime. E shpreh kështu publikisht se do doja të vija çik më shpesh, por për shkak të rrethanave të mia të punës se kam jo aq shumë mundur. Gjithsesi jeni i mirëpritur pavarësisht se kanë qenë të pamundura herët e tjera. Zoti Zekti, nisim me një analizë dhe një këndvështrim tuaj për atë çfarë na solli protesta e djeshme e Partisë Demokratike, unë e thash edhe pak më herët, nisën si revolta në foltore, ishin njoftuar fillimisht protesta, u përfunduan si foltore, tashmë kemi një protestë kombëtare. Çfarë arritën ndje demokratët me këtë mbledhje të tyre? Në kuptimin e betejës madhe politike për të rrëzuar qeverinë nuk arritën asgjë. Në kuptimin e betejës shumë të vogël që elita prezimotike të ruaj kontrollin prezimotike arriti shumë çka. Pra arriti fitore shumë të madhe ndaj demokratëve. Pra elita prezimotike mundi demokratët, ata që pretendojnë që Partia Demokratike ka nevojë për një reformim, ka nevojë për një ndryshim, ka nevojë që të jetë më shumë instrumenti shoqërisë dhe jo instrumenti i atyre drejtuesve. Pra beteja e madhe kundër Ramës ishte 0, beteja e vogël e brendshme ishte në një farë mënyrë sukses. Partia Demokratike në gjykimin tim ka shumë kohë që ka hyrë në këtë lloj spiraleje shumë problematike dhe shumë të vështirë dhe shumë të rrezikshme për veten e vet, që ka kthyer në synim kryesor ruajtjen e pushtetit të elitës së saj mbi demokratët dhe mbi Partinë Demokratike. Kështu që këtë gjë arriti. A ishte revolt apo ishte rutinë? Një nga protestat që shumë kush mund ta quajë ecje në bulevard. Ndoshta as rutinë, ose tani edhe ka dalë nga rutina, se tjetër rutini bie që të përsëritet shpesh. Protesta fundi prezimotike është bërë vjet nga marsi, me sa kam idenë, kohën kur ata thonin të bëjmë atë mosbindjen e madhe civile, pra që pretendonin që nuk do hyjmë në zgjedhje me qeverinë e kryeministit Rama, edhe për këtë punë kishin zgjedh mosbindjen civile. Dhe një nga ato kulmimet ishte një protestë e rëndësishme për Partinë Demokratike nga marsi i vitit kaluar. Pra as rutinë nuk është më. Revolti jo ajo. Se s'mund tjetë revolt një protest e thirrur nga Partia Demokratike, drejtuar antarët Partisë Demokratike, me pjesëmarrjen e gati 10% antarët Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka rreth 5500 celula bazë, pra seksione. Ato kanë një kryetar dhe një sekretar dhe disa antarë. Sikur kryetari dhe sekretarit vinë, bën 10.000 ca veta. Pra aty ishin më pak, por nuk ka rëndësi numri tani, po hyn në diskutime me numrin se ishte protestë e vogël krahasuar me fuqinë e Edhe numrat kanë rëndësinë vet sepse tregojnë edhe ato lloj pak kënaqësie. Për kuptuar nëse është apo jo një revolt dhe një protestë e popullit, apo është apo jo një aktivitet i partisë. Kjo ishte protestë e qytetarëve apo e demokratëve vetë? Kjo s'ishte as protestë e demokratëve, jo, se do demokratët do kishin të gjithë, demokratët janë shumë. Kjo ishte një aktivitet partijak, siç është mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike, mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, mbledhja e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, ishte edhe kjo. Kuvendi dhe Këshilli mbledhen se parashikon statuti, kjo është aktivitet jo statutor i Partisë Demokratike. Ka thirrë në protestë popullin, ka ardhur vetëm partia, edhe ka një gjë që duhet thënë. Edhe mund vjen shumë keq të flas këtë gjuhë, por për të thënë vërtetat siç janë në mënyrë që mund të rregullojmë sa mund të rregullojmë diçka. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, pas vitit 2000 në Shqipëri, instaluan një mod të çuditshëm protestash që nuk ndodhet se vend botës. Lajmëron një datë, 10 ditë, 2 javë përpara, edhe struktura e partisë, antarët e kryesisë, Këshilli Kombëtar të Deputetëve dalin nëpër Katundër, nëpër rreth, nëpër lagje dhe mbledhin njerëzit me laps me letër. Marcela Karapanço, Fitim Zekti, Karlo Bolino, Sali Berisha, Flamur Noka, kush do vi. Caktohet cili do sjell, cili do paguaj rrugën, cili mundësisht do të japë dhe një kafe rrugës. Kështu bën protestat që nga vitit 2000. Kështu i ka bërë Rama, kështu i bën Berisha, kështu i ka bërë Lulbasha. Ky është një problem gjigant, se këto nuk janë protesta, këto janë aktivitete partijake. Realisht. Edhe këto nuk bëhen më për të rrëzuar qeverinë, edhe as për të rregulluar qeverisjen në vendit, edhe as për të, prodhuar një alternativë tregjerëse, bëhen për të rregulluar jetën e brendshme të partisë, që e bën. Partia ka nevojë të brendshme, e bën. Cila është nevoja e brendshme? Nevoja për solidifikim, nevoja për kalcifikim të pozicione, nevoja për marrjen e kontrollit të partisë me radhë. Kështu i ka bërë protestat zoti Rama. Aq më tepër që tani PD ka dhe një lëvizje tjetër që do të diskutojmë. Pra, ky është thelbi i këtyre protestave, që nuk mund të jenë këto më tani as revolta,
as qytetarëve, as demokratëve, ku janë aktivitete partijake, të cilat për fat të keq, dëmtojnë vetë partinë, sepse partia në këtë moment shndërrohet në një entitet vetëm në dorën e elitës vetë, se elita i bën për veten e vet, elita e partisë. Partitë janë krijuar dhe duhet të ekzistojnë vetëm për një arsye, që të jenë instrumente të shoqërisë për të ndryshuar qeverisin. Pra partitë nuk janë të Flamunogës, të Lejberisë, të Albana Vokshit, të Belind Klliçit, të Moralizotit, të askujt për tyre. Partitë janë të shoqërisë, janë tona të gjithëve. Dhe ne kemi partitë që të ndryshojmë qeverisin, që të rregullojnë qeverisin. Nuk i kemi partitë që të rrijë atje Vetëm të rregulloj brenda partisë çfarë nuk funksionon kur lideri ka ndonjë gur në këpucë. Vëmendja e qeverisë u tërhoqën do pak nga kjo protestë djeshme apo as nuk e vuri re fare? Ashtu siç ka protesta, jo, unë me thonë të drejtën, do doja që protesta të ishte e madhe. Unë vetë për një impenjim personal nuk ishte në protestë, po do shkoja në protestë, megjithëse kam këto rezerva që thash tani të gjitha. Do shkoja në protestë. Do shkoja në protestë për të treguar që njerëzit duhet të jenë atje pavarësisht partive në mënyrë që qeveria të kuptojë që drejtësia duhet punojë. Nuk mund pengohet drejtësia, sa thelbi i kësaj që punon tani kjo është. Drejtësia ka bërë një lloj pune, prokuroria ka bërë disa hetime, gjykata po bën disa vendime, por qeveria po ushtron presion gigant mbi gjykatën dhe mbi prokurorinë që të mos kryhet ky funksion i tyre. Po, nuk është se pam ndonjë protestë kur Berisha kundërshtonte Spakun, ëh? Shiko, jam shumë dakord. Përkundrazi, pam ata mbështesin të mos lejojë puna e Spakut. Ke shumë të drejtë, është shumë e drejtë kjo gjë. Ne duhet kemi një standard. Unë fakt jam përpjekta mbaj këtë standard aq sa mundem, unë jam një njerëz shumë i thjeshtë i Shqipërisë, jam i pedagog i zakonshëm i këtij vendi, nga 1000 pedagogë që ka Shqipëria, po ky është thelbi që drejtësia duhet lënë të punojë. Është hera e parë në Shqipëri, në 35 vite, kur po preken disa të paprekshëm. Njerëz që kanë bërë krime, vrasje, mësohet kanë dërguar drogë nga Kolumbia, nga Ekuadori, nga Turqia, nga Afganistani, ministra, kryeministra, deputet, zëvendëskryeministra, president, për herë të parë po hetohen. Ky është i vend që ka vujt shumë, ka lënguar shumë nga padrejtësia. S'po hy historisë komunizmit, po historia këtyre 30 viteve. Pra njerëzit më të dobët janë burgos këtu. Ai që bën një avlli, ai që bën një çati, ai që zgjidhet për hugardhi, ai që bën një aksident me makinë, ku gërrysh makinën e tjetrit, dhe ministra, deputet, kryeministra, drejtorë policie, nuk i prek të njëri. Tani po preken. Tani që po preken, ka reaguar gjithë sistemi. Gjithë sistemi. Dhe nëse më lejon do të them gjithë vogël për gjithë sistemin. Ne kemi një sistem politik, i cili ka dy degë sipër, që janë dy partitë e mëdha politike. Por poshtë sistemi mbështetet mbi një mazë gjigande, uniforme, unike, solide, që është si puna e icebergut. Pa icebergu duket, ajo që duket janë dy partitë. Por çfarë kanë poshtë pastaj? Poshtë është krimi, biznesi klientelist dhe media e përbashkët. Pra baza ekonomike, politike, po doni ju edhe përtej kësaj edhe kriminale, e këtij sistemi politik është e njëjtë. Edhe ajo bazë në mënyrë dikton vendimet e këtyre sipër. Dhe për herë të parë në këto 30 vite, po goditet edhe baza. Spaku është një nëndetëse tani, një akuthyese poshtë. Mirë, po, metaforë e bukur dhe kjo që thatë juve. Pra, Spaku po godet, po e çan se do pak këtë lloj icebergu. Icebergu po reagon në fuqi, sepse ka forcë kundër goditse apo jo. Pra, ne di që forca kundër goditse është e barabartë sot Newtonin forcën goditse, por kjo është një debat pa. Pastaj do kalojmë pak në shumë fizik. Pra ne dy qytetarët e këtij vendi, shqiptarët, gazetarët, politologët, ekonomistët, gjithë bujqit e thjeshtë, presin që më në fund Spaku të lejohet, edhe kush po e pengon në këtë rast? Po e pengon kryeministri i cili në gjykimin tim po ushtron presion të fortë mbi. Po, do flasim në pjesë. Për këtë arsye doja që protesta që të rrinte protesta të ishte e madhe, do doja shumë, po shumë fare të ishte shumë e madhe për të dhënë një mesazh. Jo thjesht për të përkrahuar PD-n, nuk ka nevojë me përkrah PD-n. Mi tregu komunistët që të protestosh kundër këtyre skandaleve, kundër këtyre miliona eurove që janë qytetarë shqiptarë se ditë ku janë. Por protesta duhet ta bënte kryeministët e mendonte dy herë. Thoshte që shiko populli është i neveritur, i tmerruar nga korrupsioni dhe duhet lejuar Spaku. Pra kryeministët mos ketë më moral s'ka, po mos ketë më kuraj edhe fuqi të ushtrojë presion, të ketë frikë nga presioni që ushtron. Për shembull Berisha, kanë frikë, inshallah do zoti madh nuk do të kurrë, që kjo mund të lexohet sikur njerëzit përkrahin korrupsionin. Jo, njerëzit nuk përkrahin kurrë korrupsionin. Fakti që kanë dalë atje nuk do të thotë që janë me korrupsionin. Nuk do të thotë që legjitimojnë korrupsionin e Ballukut apo të Veliet, ose kanë bërë, se nuk do të them që kanë bërë korrupsion se kishin qenë do të gjej. Do ta vërtetoj gjykata, po, patjetër, por nuk janë as të ndjell nga ideja që këtë protestë po e thret Partia Demokratike, ëh? Se këtu jemi, nëse një person që është në krye të një partie dhe që ka prap llogaritë të vetat me Spakun, kjo a e zbet këtë lloj besimi? Po, patjetër, tani që kanë ndodhur protesta ne bëjmë edhe më kollajt analizë. Që një protestë ketë sukses, dhe kjo s'kishte sukses, duhet të besoj minimumi 3 kushte. Që janë? Është besueshmëria e lartë e organizatorëve, është kusht bazik. Këtë nuk ka thënë, këtë thotë Giulia
Pastorello, profesoresh e famshme e politologjisë në Universitetin London School of Economics. Ka një libër gjigant. Ka shumë autorë që kanë folur për këtë punë, por kjo është një prej tyre dhe nga më seminalet. Pra, besueshmëria e lartë e liderëve dhe atyre që i thrasin protestat. 2. Protestat duhet të vijojë pa ndërprerje, nesër pas nesër për ditë, duhet që duke vijuar pa ndërprerje, të rritet, jo të bëhet më e vogël, të rritet, se pa ndërprerje i ka bërë disa protesta Rama apo Basha, por dështuan sepse ato nuk rriteshin, zvogloheshin. Ditën e parë ke 2000, pastaj kemi 800, 1700, 1600, jo. Ke 2000, shkoj 2000, derisa shkoj 100.000. Pra, kjo është protestat e Beogradit, që nuk protestat e Ukrainës kur ra Janukoviçi, protestat në Sri Lanka, protestat në Gjeorgji, protestat në Bielorusi, që u shtyr me dhunë, pa patën sukses. Në Bullgari ishin në fundit. Dhe kushti tjetër është që të bllokojnë qeverisjen. Si e bllokojnë qeverisjen? Vendi hyn në pamundësi qeverisje. Pra, autobusët ndalojnë në rrugë, faturojnë ose zbrat nga autobusi, shoferësve të autobusit, studentët nuk shkojnë në shkollë, gjimnazistët nuk shkojnë në shkollë. Palla shumë ajo që ndodhi me protestën e armën kimike. Këto janë kushtet. Tani, dje nuk ndodhi. Nuk ndodhi se në radhë parë, besueshmëria e liderëve që thrasin atë protestë nuk është e tillë që qytetarët të shohin ata lider si bartësit real të shpresës së tyre, se njerëzit kanë nevojë ta ankorojnë diku shpresën në Marsel. Ne dim shumë mirë të gjë. Pra njerëzit që opozita e sotme është qeverisja e nesërme. Sa duhet jetë ky besim? Unë duhet ta ankoroj shpresën. Unë nuk mund të shkoj pas dikujt që mund të më thrasë një gjë të mirë, por ai vetë nuk është i mirë, le të themi thojza. Pra se s'do të bëj gjykime morale i mirë i keq, por kështu është fakti, domethënë pra njerëzit nuk shkojnë thjesht vetëm pse dikush thret tek e mira. Duhet që ai ta bartë vetëm mirën. Se në fund çfarë është politika? Politika është të kesh disa ide, ti bindesh njerëzit pse ti ke këto ide dhe s'ke ide tjera, dhe pse këto ide që ke janë më të mira si ide të tjerëve. Edhe pse ti i ke sinqerisht këto ide se del Marcela, hap një libër dhe merr ca ide të bukura, thotë këto ide kam, unë idetë janë të bukura. Po ai bart vërtet Marcela, pra ai ka brendësuar, po mora emrin tënd, po marrim këtë do nuk ka rëndësi. Pra duhet ti bindesh njerëzit ti e ke sinqerisht. Shkurt muhabeti. Njerëzit janë shumë të aftë të kuptojnë politikanët. Njerëzit janë pajisë nga Zoti me atë që quhet inteligjenca emocionale. Çdo njeri, bujk, punëtor, berber, profesor, inxhinier, mekanik, çdo që jetë, ka kapacitet intelektual dhe mental ta kuptojë politikanin se ky e ka seriozisht, ky gënjen, ky mashtron, ky me qan hallin tim vërtet apo ky e bën këtë për hallin e vet. Edhe politikanët. Aq më tepër shqiptarët që janë aq shumë të apasionuar pas politikës nga mëngjesi deri në mëngjes. Inteligjenca emocionale shqiptare është shumë e lartë dhe ata e dinë shumë mirë që kjo protestë nuk po thirret për këtë. Nuk po thirret se këta organizatorë kanë hallin e vjedhjeve, kanë hallin e problematikave të mëdha qeverisje, sundimit krimit, sundimit drogës, po kanë qëllime të tjera dhe njerëzit nuk ndjekin. Dhe pse opozita që në fakt kishte trumbetuar kaq shumë fort Berisha që po mund të ishin protesta të vazhdueshme deri në eskalim, tha ai, në grevurie, pse nuk pam asgjë të tillë? Pse nuk pam një qendrim në shesh dje? Kjo është pyetje shumë e drejtë. Është një tekull Adriatik Lapaj, po rrin ka 16 ditë atje vetëm. Kjo është pyetje shumë e drejtë, Marcel. Një nga gjërat tjera nga cilat vonë opozita, në princip politika shqiptare edhe Rama, po rrim të opozita me që kemi këtë subjekt sot, është diskuri hiperbolik, edhe diskuri gjithashtu apokaliptik. Këto janë probleme shumë serioze të partive që janë në krizë. Nuk përdor diskur hiperbolik Merci, as Macroni, as Meloni, as Mitsotakis. Me këm në tokë, pa. Diskuri hiperbolik dhe apokaliptik partijet më tjera përdorur gjithmonë. Protesta më mallështore, u drodh narkoregjimi, u mund narkoregjimi, po dridhet Rama, u merru Rama, ose Rama dikur, po dridhet Berisha, u rrezu Berisha, vdiq Berisha, u kput Berisha, u ra PD-ja. Ky lloj diskuri apokaliptik është pa fuqia në fakt. Dhe ky bëhet që i rremenja këta, që të galvanizojnë njerëz, të energjizojnë njerëz, të thonë, "O bën namë, shkojnë dhe ne atje." Pa këta mendojnë që me këtë lloj gjuhe apokaliptike dhe hiperbolike mund të thrasin njerëz, pra mund të prekin telet e njerëzve. Shiko, ka dy emocione të mëdha politik. Janë shpresa dhe frika. Këta përpiqen të luajnë këto dyja. Pra, sidomos me frikën, jo me shpresë. Shpresa nuk prodhojnë dot më shpresë këta, asnjëri, askush në Shqipëri. Atëherë hajde ti të merrojmë njerëzit, në mënyrë që të merrohen edhe të mund të galvanizohen dhe të mund të na bashkangjiten. Nuk funksionon kështu. Kjo mund të funksionojë në një rast, në dy raste. Po bën 35 vite. Po me Molotovët sa mund të funksionojë? Fare, nuk ka si të funksionojë. Nuk mund të funksionojë. Funksionon vetëm një gjë, Marcel. Reflektim i thellë dhe i qartë dhe shndërrimi i partisë në instrument të shoqërisë, që shoqëria ta besojë, që do të thotë largimi i njerëzve që
janë të konsumuar, që kanë konsumuar pushtet, që dyshohet që kanë bërë korrupsion, njerëz që vinë nga trashëgimi komuniste, nga trashëgimi problematike, nga lidhje me krimin, nga lidhje me... Pra, shkurt i njerëz që nuk shpërfaqin para popullatës një pamje humane, të drejtë, të sinqert, për politikani që realisht ka hallën e njerëzve. Kur të bëhet kjo gjë, nuk ka nevojë për molotov për asnjë gjë, do vinë njerëzit dall aty, me qindra mira dhe nuk ka qeveri që i mbieton asaj gjë. Kjo është pak por e sigurt në Venezuelë. Okej. Në Venezuelë. Qoftë Capriles, qoftë Gonzales, pra lideret e opozitës, qoftë kjo Machado që mori Nobelin, por kjo nuk ka qenë politikan në kuptimin që të luftojë si kryetar opozite. Po lideret e opozitës kanë qenë barë vlerë më të mëdha njerëzore, se e dini që në Venezuelë Eduardo Gonzales vjet ka marrë 7% votave. Edhe u detyrua Maduro të vonojnë në gjendje rezultatit, të lloj dallaverje, edhe në fund fare e nxori me 44%. Pra në një vend si Maduro, zyrtarisht po ka 44%. Në një vend si Shqipëria, sa do të jetë Ramos si Maduro, nuk është si Maduro, sepse nuk nxjerr tanke rrugë dhe të vrasë njerëzit dhe të arrestojë njerëzit kështu siç arreston Maduro masivisht, opozita nuk e ka marrë dot 44%. Në një vend si Tajlanda, e cila është një diktaturë ushtarake, nuk e di sa i ndjen ngjarje ndërkombëtare, është diktaturë ushtarake, vjet partia Pneu Thai fitoi pushtete, fitoi zgjedhje në diktaturë ushtarake dhe ato detyruan të japin postë e kryeministit. Tani e rrezuan se është diktaturë ushtarake, por ama fitoi zgjedhjet. Kurse këtu kemi vetëm një refren, këtu zgjedhjet vidhen, por realisht çfarë duhet të bëjë për të marrë këto zgjedhje? Është thjesht fare. Unë flas me këtë gjuhë nga që e dua shumë opozitën. Unë kam qenë edhe jam vetë opozitar, por kam qenë në kryesinë e Partisë Demokratike, aktivist, kam kandiduar, pra jam përfshirë. Edhe tani jam shumë i përfshirë nga pozicioni ku jam. Flas kështu sepse praktikisht do dohet të ishte në protestë. Flas kështu sepse më dhimbse të shumë, sepse çdo ditë që kalon po doja adopsohet. Sa ju ndjell kjo opozitë për të shkuar, që jeni opozitar. Nuk më ndjell, e kritikoj shumë siç po e kritikoj, po e kritikoj edhe publikisht, po bëj gjë që ndoshta nuk është mirë ta bëj publikisht, po duhet bërë publikisht, që njerëzit ti thrasin mendjes se ore nuk shkohet kështu, nuk fitohet kështu, është e kot. Kjo është rrugë pa krye, ky është kurs i gabuar. Nuk është punë se e them unë, janë historitë e politikës ndërkombëtare, historitë e partive në botë, historitë e shteteve në botë, historitë e pluralizmit në botë. Pra që një rrugë e tillë është qerr sokak. Partia nuk mund të rrinë në vend 35 vite. Partia nuk mund të rrinë me njerëz që kanë qenë ministra para 15 viteve. Shiko, në Angli, 10 vjet e fundit është ndëruar 3 herë kryetari i opozitës, 4 herë kryeministri. Në Austri është ndëruar 6 herë kryeministri. Shkon shumë larg në Kosovë, sa kryeministra ka? Në Kosovë, po patjetër në Kosovë. Vetëm kur ishte Rama, në Maqedoni, kryeministër. nuk mund të rri kryetari i qeverisë kryetari i opozitës nga 20 vjet, nga 30 vjet, nga 40 vjet. Se ka dhe një gjë tjetër, Marcel. Në një vend shumë demokratik, po shumë demokratik, të rrish gjatë pushtet do të thotë që je një politikan i shkëlqyer. Sepse në vend shumë demokratike nuk rri dot pushtet, se konsumohesh të heqin me vota, me zgjedhje, me rrjedhë. Ama të rrish gjatë në një vend jo demokratik, tregon që je i tmerrshëm, je shumë i keq. Sepse rri gjatë një vendi demokratik, çfarë bën ti? Ti përdor mungesën e demokracisë për të qëndruar apo jo? Këtë përdor, mungesën e sundimit të ligjit, mungesën e llogaridhënies, mungesën e fuqisë ligjore. Pra të rish gjatë në Norvegji është gjë e mirë, po të rish gjatë në Zimbabwe, të rish gjatë në Namibi, të rish gjatë në Shqipëri. Ja, shumë. Nuk qëndron dot. Mirë, në fakt, një tjetër zhvillim pas protestës së djeshme ka qenë edhe nxjerrja nga grupi i kryesisë zotit Saljani nga ana e sekretarit Noka. Një largimi i dytë, u arrit dje. Këta që studiojnë shumë leninizmin, stalinizmin, të këto regjimet totalitare, thonë që vendi më i rrezikshëm në këto regjime, në këto lloj partish, për të qëndruar njeriu është partia. Aty je më i rrezikuar. Sepse partitë janë objekte të luftës për të çfaros atë që rrezikon, po themi, atë që ka mendim ndryshe shkurt babet. Pra, ato kështu funksionojnë. Ato janë parti që jo se dikush del edhe kritikon. Po Saljani në protestë, Saljani nxjerrët jashtë grupit. Ç'kuptim ka kjo? Është nxjerrja jashtë grupit sepse siç tha Sali Berisha para disa ditësh, ai ka organizuar sipas Sali Berishës një takim në Elbasan me ndihmën e një eksponenti të lartë krimit organizuar shqiptar. Tani më thuaj se e mirë Elbasani. Tani këtu dua të them diçka. Dua një mendim personal për këtë. Personalisht ky Saljani s'ka shans ta ketë organizuar me Soel Çelën në takim, kjo është sigurt fare e qartë fare, por më them këtë gjë që qoftë se Saljani ka organizuar takim me Soel Çelën, Saljani duhet përshtuar për të demokratike vërtet. Por ama për këtë duhet të dhem prova. Sali Berisha duhet dalë me pamje, me fakte, me materiale, të pakundërshtueshme, pra, se thonë prova. Jo gjyq pa prova. Marcel, prova për te dyshimit të arsyeshëm. Shterruse. Që siç jemi në 2 tani në këto orë 3 sa është 4:20 duke bërë emisionin live, kaq e qartë, kaq 4:10, kaq e qartë tjetër ajo që Saljani ka bërë. Ndryshe Sali Berisha do të marrë përgjegjësi. Pra, si thonë, o Saljani e Berisha nuk mund të rinë të 2 tani në këtë situatë. Sepse Berisha nuk mund të marrë vendime në parti mbi, thashë theme.
Partia nuk mund të drejtohet mbi supozime. Partia nuk mund të drejtohet mbi hamendësime apo mbi gjërat e imagjinuara. Mund të shkojë gjithë kjo përplasje drejt një përjashtimi? Një parti që drejtohet mbi supozime është një parti që jeton në realitet paralel, në fiction, jo në realitet konkret. Edhe kjo parti pastaj është mund të përjashtohet realisht edhe nga partia Seliani? Jo, nga partia jo, sepse me sa diun statuti nuk flet për përjashtimin nga partia, po për përjashtimin nga funksionet, po me sa diun nuk ka përjashtim nga partia. Me statutin që është ndryshuar në kuvendin e mbajtur në stadiumin po 11 dhjetorit, po nuk ka përjashtim nga partia, ka vetëm përjashtim nga funksionet, pra nga kryesia, nga këshilli kombëtar, nga funksionet tjera që sa ishte kuptuar në fakt edhe në kryesi, kështu që por është dëshmi e krizë, është dëshmi e kësaj fryme anti-intelektualiste, bolshevike. Shiko, Partia Demokratike ka vujtur nga kjo gjë. Pra, në Partinë Demokratike është shumë e vështirë të kesh mendime të ndryshme, të flasësh lirisht dhe hapur, edhe ti jesh i respektuar për mendimin kur e thu lirisht dhe hapur, ta thuash atë me dinjitet dhe me kompetencë. Edhe ata të thonë që ne mendojmë ndryshe nga ty, por bravo ti ke këtë mendim, vazhdo mendimin tënd, nuk kam timin, debatojmë. Ti je pakic, do rish me mendimin tënd, nuk e lejon dot, nuk e pranon dot. Edhe sepse Partia Demokratike për fat keq, por unë e them me dhimbje këtë gjë, për fat keq. Është një parti e cila presupozon që të vërtetën absolute e thot ajo dhe lideri i saj. Po e tha ajo, ashtu është dhe nuk e lut topi. Sipas tyre. Gjithashtu është një parti që nuk e merr të mirëqen faktin që orët tjetër mund të kenë të drejtë. Madje nuk ka asnjë lloj formimi të djathtë dhe konservator. Në gjenezën dhe në ADN-n e djathës. Është ideja që njeriu gabon. Është ideja që njeriu është krijesë e gabuar, është krijuar nga Zoti gabimtar. Po, ndoshta gabimisht opozita po i djeg skandalet e qeverisë më shpejt se vetë mazhoranca do donte t'i diqte në fakt që të harroheshin për 3 ditë sepse po shfrytëzohen. Rama për shembull datën 22 janar duket që ka limitin për të kuptuar nëse do ketë ndonjë vendimarrje për mandatin e Ballukut në parlament. Unë do them të gjë që aksioni i opozitës është në kurs të gabuar dhe përdesë është në kurs të gabuar, sigurisht që vetëm qeverinë nuk po themi e ndihmon, po nuk e dëmton më. Pak nuk e bën as dëm qeverisë. Kur jeni në kurs të gabuar, sepse ç'është, duhet të kesh një kurs, po themi ku dim 45 gradë, ti e ke minus 30 gradë në krau tjetër. S'ke si ta dëmtosh. Apo? Pra, atëherë pa unë shu kursi, çdo qëndrim nuk do prodhojë dot rezultatin e mirë. Edhe kursi është ky, partia duhet të bëhet e djathtë. Ketë disa virtyte që ka e djatha. Djatha ka disa virtyte Marcel, Lincolni, po themi, Reagani, ku diu, që është maturia. Është gjëja e parë maturia. Nuk shahen tjerët me libër shtëpie. Nuk shtun mod kushdo që të kundërshton. Kur thuhet që do ndahem nga e keqja, do ndahesh rreth parë nga ajo që ke vet. Pra nga njerëzit që kanë probleme, që janë të korruptuar, që kanë dyshime, që janë marrë me krimi, që vijnë nga komunizmi, që vijnë nga, ku diu, sigurimi i shtetit. Apo jo, sepse në Partinë Demokratike ka njerëz që vijnë nga sigurimi i shtetit, nga mediat e Enver Hoxha akoma. Por edhe lideri është pjesë e atij sistemi. Po e te kalojmë sepse ai ka qenë një intelektual dhe ndoshta ndërgjegja intelektuale ka dominuar mbi të qenit antar partie. Edhe unë kam besuar se Berisha ka dominuar antarësinë e vetë partijake të Partisë Punës me ndërgjegjen e vetë intelektuale, edhe patriotike, nuk ka problem. Unë personalisht. Okej, je konformist me këtë pjesë. Jo, nuk është punë konformizmi, se unë nuk du të rrejt tash, jo e kam besuar atë gjë dhe besoj edhe ende. Mendoj që njeriu e ka të mundur që ta dominojë të gjë. Madje me që hapi të temë, disa prej komunistëve më të mëdhenj botë kanë qenë dikur komunistë, ku diun, Pierre Besançon, Whittaker Chambers, apo ku diu George Orwell, pra nuk është problemi këtu domethënë. Problemi është që ka njerëz Partinë Demokratike që vinë nga gazetat, nga sigurimi i shtetit, nga organet e Partisë Punës. Po që në një mënyrë apo një tjetër kanë pas peshë dhe vazhdojnë të kenë peshë në atë parti. Ka njerëz që vinë nga pushtetet gjata, kanë qenë kryeministra, deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor. Ka nevojë për një partia nuk mund të vazhdojë dhe ajo temi gjuha e partisë, nuk mund të jetë ajo lloj gjuhë anihiluese, linçuese, kundërshtuese. Edhe përjashtuese ndaj atyre që mund të kenë një mendim ndryshe se jemi në dinjitet. Ka 3 kultura në politikë: viktimizimi, dinjiteti dhe, po themi, i forti. Partia Demokratike do më bë ose i forti ose viktima. Jo, dinjiteti, e dia zgjat dinjiteti. Partia konservatore në Britani atje kudo është dinjiteti. Të shohim se çfarë ndodh me Partinë Demokratike. Respekt për dinjitetin e tjetrit. Mbyllet në fakt thuajse një vit politik, por opozita duket që do t'i mbajë armët të ngrehura edhe për vitin e ardhshëm, sepse betejë nis shumë shpejt. Armët të mbajnë ngrehura, por edhe të transformohet për hir të vendit dhe të vetes vet. Qartë, faleminderit zoti Zekri që ishit në Frontline, ishte kënaqësi. Mirë, faleminderit që na ndoqët bashkë jemi nesër.